Mirëmbrëma të gjithëve. Sekretet e helmit të gjarpërit. Në ekskluziv për ju për herë të parë, po flas për këtë argument. Është mjaft i rëndësishëm, dëgjojeni me kujdes dhe do t'ju pyes përpara se të filloj. A e dini se sa gjarpërinj përdoren që të bëjnë ilaçe për juve nga farmacit dhe nuk e thon? Më dëgjoni me vëmendje. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nëse nuk e ka brende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Ju nuk e dini, por në qoftë se do t'ju thosha që është një praktik shumë e lashtë që vjen që nga lashtësia, ju do ta besonit, do ta filloj nga ato çka tregonte baba im. Baba im thoshte që për herë të parë sollën verën në Llakatund ose më mirë në Vlorë, aty ku parafërsisht kishte ato klientët e tij, gjyshi im, sepse për ata që nuk e din, gjyshi kishte bërë një dyqan dhe ai shiste çdo gjë. Mirë, po ai fillimisht ka qenë një mjek popullor dhe e din të gjithë këtë. Dhe po thoshe që ai bënte një lloj lëngu ose një lloj ilaçi nga të gjitha këto ilaçet që bënte, por bënte një lloj ilaçi që përdoret sot. Dhe pyetja është, si është e mundur që sot e bëjnë në farmaci dhe nuk e bëjnë në mënyrë popullore? Pse? Dhe do t'ju tregoj se çfarë bënte gjyshim. Gjyshim çfarë bënte? Merrte një gjarpër, jo shumë të madh, por duhet ishte një gjarpër i ri. Pra i ri dhe i vogël, edhe i vogël si mosh, por edhe i vogël në madhësi. Dhe këtë e fuste në 1 litër, për shembull, në 1 litër raki. Pra një nga këto, më falni, 5 litër raki, në ato boqet, si quhen ato, në kotruve, si i themi ne. Dhe ishin të hapur ato, dhe ishin prej balte. Ai e bënte, e fuste aty rakin, sepse ishte i pari, si shtash më përpara, që gjyshis bëri verën në fillim fare, ai e bëri verën për të parë, pak të kështu thuhet në Llakatund, sepse njerëzit pinin raki, por megjithatë ai e fuste këtë gjarprin jo vetëm në raki, por edhe në verë. Pra merrte atë boçën 5 litra dhe një nga këta gjarpërinj, pra një gjarpërinj nga gjarpërinjt e rinj, që të mos ishte shumë i gjatë, njëkohësisht edhe mos ishte dhe shumë i vjetër në mosh, dhe e vendoste të gjallë brenda. E di që është pak makabre kështu të më mendosh, po që kështu e bënin. Dhe kështu nuk ishte i pari ky, sepse kështu e bënin në lashtësi. Informohuni sepse e gjeni gjithandej. Dhe e fuste në raki. Gjarpri pas disa minutave që notonte, më në fund mbetej aty, edhe ngorte aty. Tani, duke humbur jetën dal nga dal, pikërisht aty, ai lëshonte disa lloj toksinash, si mund të quhen, njëkohësisht së bashku me këtë helmi që kishte, dhe gjithë ky kombinim së bashku me trupin, me helmin, me të gjitha ato toksinat që ai lëshonte, krijonte një lloj lëngu që ishte ilaç. Ilaç për shumë gjëra. Por kryesisht ilaç për mpiksjen e gjakut. Kishte shumë njerëz në atë kohë që kishin probleme sepse ishin anemik. E merreni me mend, sot kryesisht anemia, me një fjalë përveç hekurit, përdorin edhe këto përbërës, pra të bërë edhe një pjesës të vogël e të serpentëve, të gjarpërinjve. Dhe do t'ju them, këtë e bënte jo vetëm në rakithash, por edhe në verë, dhe pinte vetëm gjysmë gote nga kjo. Dhe kur babi imi e pyeste pse, si thoshte i mat, ai thoshte që të pi lëngun e gjarprit, që kur të më kafshoj, mos të më ndodh gjë. Në fakt ai rrinte shumë në natyrë, sa herë kishin piskuar gjarprinjt, ose gjente gjë sepse ai kishte pirë një pjesës. Sepse më përpara kishte më shumë gjarprinj dhe njerëzit, gjarprinjt jetonin së bashku me njeriun. Pra njerëzit jetonin në natyrë, gjarprinjt po ashtu, kurse gjarpri sot është shkëputur, ka ikur, është aty ku ka njerëz, largohet. E di shumë mirë që atje ka njerëz dhe nuk afrohet. Por shkon shumë larg. Dhe më përpara kishte më shumë raste që mund ta kafshonte dikë gjarprin. Dhe çfarë bënte gjyshi me këtë? U jepte pak verë apo pak raki nga ky lloj ilaçi, u jepte edhe fëmijëve të tij, ose fëmijëve të tjerë që të kushurinjve apo të shokëve, sepse për të ato ishte një ilaç që mund ta ndihmonte
që me kalimin e kohës mos të kishte probleme, pra mos të qofse do kafshohesh të kishte një kafshim nga gjarpri, të mund të mbijetonte. Njëkohësisht është edhe afrodiziak, nuk e di si thuhet në shqip, të më falni, por njëkohësisht edhe për sëmundje të tjera, për probleme të tjera ndihmon ky lloj ilaçi dhe do t'ju them. Është një ilaç ky i gjarpërime që ka fakte për këtë që nga koha e faraonëve. Faraonët janë gjetur edhe brenda gjarprinj brenda këtyre sarkofagëve. Madje jo vetëm kjo, por edhe tek ato witchers, magjistaret, jo vetëm tek egjiptianët, por edhe tek asirët edhe babilonësit. Dhe më vonë u gjend edhe te romakët. Pra, kjo lloj përbërje, pra me këtë me lëngun e rushit dhe qoftë në të verë apo raki dhe së bashku me gjarprin, bëhesh si ilaç. Dhe ishin më përpara bënin ilaçe natyrale, ilaçe që sot ne i bëjmë të përpunuara, por dikur i bënin natyrale. Me një fjalë, çfarë merrni nga natyra e përpunonin, ndoshta nga eksperjenca, ndoshta vini nga një dituri tjetër, askush nuk e di. Por atë që përdorin atëherë, pra këtë lloj ilaçi që bënin atëherë me natyrën, siç ju thash tani e bëjnë ndryshe. E bëjnë në laborator, marrin alkool, marrin helmin e gjarprit e tjerë dhe bëjnë në mënyrë laboratorike. Normal që një pjesë prej këtyre ilaçeve bëjnë edhe dëm. Njëkohësisht edhe në atë kohë mendoj që bënte në disa raste bënte dëm sepse varesh nga trupi. Por duhet të dini që ilaçi i gjarprit ka shëruar edhe sëmundje të rënda. Ne kemi bërë edhe një emision, nëse mbani mend, të një gruaje shqiptare që ishte smur. Dhe i shoqi shkoi në një pazar që ka ndodhur në Shqipëri, paktën kështu thuhet, shkoi në pazar dhe mori ca ullin dhe ca turshi që kastraveca, me sa mbaj mend, dhe speca që gjendeshin në një qyp. Dhe ja çoi grua sepse kishte marrë malli për këtë, po gruaja ishte e shtrirë në shtrat sepse tregohet që kishte sëmundjen e kancerit. Dhe kur pas disa ditësh filloi që të hante këto kastravecat, këto turshit, me një fjalë, ajo filloi që të ndihesh më mirë dhe i tha shoqit dua dhe pak, tha, nga ajo sepse më pëlqen, tha. Më pëlqen shumë, tha, dhe e ndjej veten më mirë. Shkoi sërish ai atje që të merrte, me një fjalë pas disa muajsh, por nuk gjeti më. Me një fjalë nuk mori më nga ai qyp, mori gjithë qypin, më falni. Mori gjithë qypin, e çoi dhe i tha, ke qyp tjetër, i tha, si ky kam, i tha, por ti mbaro këtë dhe pastaj dhe hajde prap. Dhe kur e çoi qypin në shtëpi që mbaroi në fund fare, doli që kishte në fundi qypit, pa që kishte një gjarpër. Dhe gruaja u shërua. Ndonse ai ishte një gjarpër, u shërua. Pra kjo është një histori që duket si një prall, por është një gojdhënë e vjetër që ka ndodhur me të vërtetë. Unë jam i bindur për këtë, sepse, siç ju thash, që nga kohërat e lashta, kjo metodë është përdorur gjithandej. Dhe në Itali, siç ju thash, përdoresh në disa zona deri në vitin 1800. Ka prova për këtë, që përdorej deri në vitin 1800. Sot është ndaluar që të marrësh gjarpërinjt dhe t'i futesh të gjallë aty dhe të bësh përpunime të tilla ilaçesh, qofshin këto edhe personale, nuk është e lejuar, por duhet të dini që shtëpit farmaceutike, ato kompanit, dinë se si t'i bëjnë, dinë se si ku t'i bëjnë dhe si të sillen, që mos i marri vesh kush, por është edhe normale, sepse ku do t'i gjejmë gjithë ato ilaçe. Kështu që fal tyre që ne vazhdojmë të marrim ilaçe. Ilaçe ndonse të përpunuara, por janë ilaçe që shërojnë shumë njerëz. Megjithatë, ju i dinit këto, a e dinit për sa i përket kombinimit të rakis apo të verës me helmin e gjarprit ka veti vërtet shëruese për shumë gjëra në trup? Po,
Jo helm, me fjalë, jo helmin direkt, por helmin të përpunuar si bësh në atë kohë, natyral. Pra e fusin në lëng. Ky ishte, sepse ta marrësh kështu direkt është i rrezikshëm. Të gjitha këto që ju thash tani janë vetëm për thjesht për informacion, nuk janë këshilla që duhet ta bëni, absolutisht jo. Pra është ndaluar të bëni këto gjëra, por ja u thash për informacion sepse ndonse ishin gjëra të vjetra, sot janë të përpunuara dhe bëhen në laborator. Megjithatë, kush ja u tha këtyre këto kombinime njerëzve, kush? Si arritën ata që të bëjnë? Ku e dinte një neandertal apo një njeri i guvave që me kombinimin e lëngut të rrushit së bashku me gjarë për një qofë se fut brënda, për shembull shëron njerëz nga anemia, apo nga problemet tjera, ose pik zgjakun, ku e dinin këta? Si është e mundur? Ju çfarë mendimi keni? Jo vetëm kjo, por ka edhe shumë një listë i gjatë të kombinimi që bën mirë për shëndetin. Dhe po them, sot bëhet në mënyrë laboratorike, por dikur bëj në mënyrë natyrale, siç u thash. Kështu që çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Kalofshi një mbrëmje të këndshme dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Më pëlqeu sot që bëra bisedë me këtë shokun tim, sepse më kujtua gjyshin, një shok italian që më tregonte për babain e tij që deri kur ishte gjallë thoshte përgatiste këto barna dhe këto gjëra kështu dhe tregonte për stërgjyshrët e tij që bënin këtë kombinimin e gjarprit me verën. Megjithatë pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Natën.